Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Tensionet në lindjen e mesme kanë prodhuar një efekt zinxhir shtrenjtimi edhe në ekonominë shqiptare. Për ekspertët, rritja e çmimeve që bie në kurriz të konsumatorit fundor nxjerr të fituar edhe qeverinë shqiptare që mbledh më shumë të ardhura nga taksat. Tensionet në rritje në lindjen e mesme po japin efekte të parazinxhir dhe në ekonominë shqiptare, duke u reflektuar kryesisht te çmimet e hidrokarbureve. Për te paqëndrueshmërisë në tregje, kjo situatë po krijon një panoramë të qartë të fituesve dhe humbësve në terma afat shkurtër. Eksperti ekonomist Eduard Gjokuta i vëren se në këtë fazë të parë, qeveria përfiton nga rritja e mbledhjes së taksave. Po unë do të thosha që kjo situatë aktuale e krahasuar në retro me periudhat të ngjashme krijon një farë paradoksi fiskal dhe ekonomik. Ka në terma afat shkurtër apo në periudha disa mujore, qeveria natyrisht që dele fituar për arsye të përfitueshmërisë së tatimeve dhe taksave indirekte dhe atyre çfarë ajo merr në formë tarifash. Jo vetëm nga karburantet, por përgjithësi nga shtrenjtimi i çmimeve që përhapet në gjithë ekonominë në periudha afat mesme. Nga ana tjetër, goditja më e fortë bie mbi sektorët që varen drejt për drejt nga logjistika dhe energjia, transporti i mallrave dhe udhëtarëve, por edhe industria e bujqësia, po shohin një rritje të kostove të prodhimit, çka pritet të transferohet te konsumatori final. Për sa i përket bizneseve, natyrisht ata janë të humbur në masë të madhe, përveç atyre që operojnë direkt, pasi u shtrenjtohet së pari kostoja e shërbimeve të transportit, qoftë aty të udhëtarëve, qoftë atyre të mallrave, logjistika dhe gjithë ata çfarë përdorin produkte energjetike në atë përditshmërinë e tyre, siç janë bujqësia apo dhe industritë të caktuara. Natyrisht që ndikon pastaj te qytetarët, të cilët janë pjesa fundore dhe marrin atë kosto jetese të cilën nuk e prisnin dhe me të ardhurat të cilat në vetvete humbasin atë magjinë e rritjes ose të indeksimit. Në fund të këtij cikli, Gjokuta i vlerëson se përgjegjësia i mbetet sërish te ekzekutivit, i cili duhet të ndërhyjë përmes subvencioneve për të mbrojtur shtresat më vulnerabël nga vala e re e shtrenjtimit, që po diktohet nga zhvillimet gjeopolitike globale. Rreth 53% e llogarive bankare vijojnë që të mos aksesojnë online, që tregojnë se shumë qytetarë shqiptar ende preferojnë mënyrën tradicionale të shërbimit bankar. Megjithatë, përdorimi i bankingut online po rritet me shpejtësi kohët e fundit. Vetëm 47% e llogarive bankare në Shqipëri aksesohen edhe përmes internetit nga aplikacionet ose faqet online të bankave. Pavarësisht se shumë shqiptarë po kryejnë veprime bankare nga telefoni në rehatin e shtëpisë apo punës së tyre, sërish numri i llogarive bankare të cilat aksesohen vetëm me praninë fizike të personit në sportelin e bankës vijon të mbizotrojë ndaj llogarive të cilat kontrollohen nga telefoni. E thënë ndryshe, rreth 53% e llogarive bankare të shqiptarëve nuk aksesohen fare nga interneti, që nuk kupton se shumë qytetarë vijojnë të mos heqin dorë nga kryerja e transaksioneve në mënyrë tradicionale apo marrja shërbimeve të tjera bankare nga sportelet fizike të tyre. Në momentin e hapjes së një llogarie, të gjitha bankat i sugjerojnë klientit që të shkarkojnë aplikacionin e tyre, i cili do t'i ofrojë mundësinë e kontrollit të balancës së llogarisë, të shikojë urdhër pagesat periodike, gjendjen e kartave të debitit dhe kreditit, kredit konsumatore dhe ato për shtëpi, pra mbetje që duhen paguar, datat e pagesave, shuma e kësteve, detajet e depozitës me afat ose hapja një depozite të re, pagesën e kartës së kreditit apo shlyerjen e kësteve të kredisë, transferta midis llogarive personale, transferta në çdo llogari, në çdo bank brenda dhe jashtë Shqipërisë, pagesat e faturave të telefonit, OSHS dhe UKT-s. Bankingu në shtëpi mundëson kryerjen e transaksioneve të shpejta kudo dhe pa humbur kohë. Një numër i konsiderueshëm personash nuk i merr parasysh këto përfitime, janë mosbesues dhe jo të gatshëm për të përqafuar digitalizimin e shërbimeve bankare. Megjithatë, nga 1.3 milion që ishte numri total i llogarive bankare të aksesueshme nga interneti në 2024, ky numër ka arritur në 1.9 milion që 2025-s, rreth 44% më shumë. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, nga totali i llogarive të aksesueshme në internet, 98% mbahen prej shqiptarëve dhe vetëm 2% prej shtetësve të huaj.
Ndërkohë në llogari që aksesohen nga telefoni për shqiptarëve, rreth 90% janë nga individë dhe vetëm 10% nga biznese. Në një kohë kur bankingu online po nxitet nga shumë shtete, me synim zhvillimin e parasë fizike, një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve në Shqipëri do të vijojnë ta preferojnë kontaktin fizik me bankën edhe për pak kohë. Nga ana tjetër, kreditë të konsumatorëve shoqërohen jo vetëm me këste dhe interesa, por edhe komisione të ndryshme ku banka dhe subjektet financiare jo banka aplikojnë kryesisht komisione disbursimi apo penalitete për shlyerje të vonuar të këstit. Përveç shlyerjes së kësteve dhe interesave, marrja një kredi e konsumatore shoqërohet me një sër kostësh të tjera, që përfshin edhe komisione që duhet i paguajë klienti bankës ose subjektit financiar jo bank. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, komisionet më të shpeshta që aplikohen nga institucionet financiare jo banka janë për penalitet për shlyerje të vonuar, komisione disbursimi dhe komisione për shlyerje të parakohshme të kredisë. Të njëjtat lloje komisionesh, por me përgjindje të ndryshme, aplikohen edhe nga bankat. Në ndryshim nga subjektet financiare jo banka, ku komisioni disbursimit apo ai për penalitet për shlyerje të vonuar aplikohet në vetëm disa prej tyre dhe jo të gjitha. Në rastin e bankave, këto janë komisione që aplikohen gjithmonë dhe nga të gjitha prej tyre për kredit konsumatore me hipotek. Kur një qytetar merr një kredi konsumatore të pasiguruar, pra pa hipotek në bank, komisioni i disbursimit zëvendësohet me komision administrimi. Duhet theksuar se disa nga subjektet financiare jo banka më të mëdha në vend aplikojnë 0 komisione për kredi që japin. Qytetarët i drejtohen bankave kur duan të marrin kredi konsumatore me vlera të mëdha, ndërsa i gjithë procesi i aplikimit dhe aprovimit të kredisë është i gjatë dhe burokratik. Nga ana tjetër, subjektet financiare jo banka ofrojnë kredi konsumatore në shuma më të vogla, por e miratojnë më shpejt se bankat dhe kjo për arsye se këto subjekte synojnë të tërheqin klient, që janë përjashtuar zakonisht nga bankat tregtare, sepse nuk i kanë plotësuar kriteret e vendosura nga këto të fundit. Por klientët me aftësi paguese më të lartë, bankat janë të gatshme të japin kredi konsumatore në shuma të larta, ndërsa individët me një aftësi paguese më të ulët, që thjesht duan të marrin një kredi të vogël, të shpejtë dhe të shmangin procedurat e gjata, zakonisht i drejtohen subjekteve financiare jo banka. Megjithatë, nëse po mendon të marrësh një kredi konsumatore në bank apo subjekt financiar jo bank, duhet të shqyrtoni dhe krahasoni mirë edhe normat e tyre të interesit. Sektori i turizmit është kthyer në më të rëndësishmin për ekonominë e vendit, por kjo përveç miliardave që sjell në ekonomi ka shtuar edhe varësinë e lartë prej tij. Sipas dhënave të publikuara së fundmi, Shqipëria renditet në vendin e 16 në rang global për varësinë që ka nga sektori i turizmit. Turizmi po merr një rol gjithmonë më të madh në ekonominë shqiptare. Sipas një analize të publikuar nga platforma e vizualizimit të dhënave Visual Capitalist, Shqipëria renditet në vendin e 16 në botë për varësinë e ekonomisë nga turizmi, me rreth 21.9% të prodhimit të brendshëm bruto të lidhur me këtë sektor. Analiza bazohet në të dhënat e institucioneve ndërkombëtare si Organizata Botërore e Turizmit e Kombeve të Bashkuara, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar të përpunuara për të matur peshën e turizmit në ekonominë e vendeve. Rënditja tregon se ekonomitë më të varura nga turizmi janë kryesisht vende të vogla ose ishullore. Në krye të listës janë Macao, ku turizmi përbën rreth 70.8% e ekonomisë, Aruba me 69.7% dhe Maldivet me 68%. Megjithatë, fakti që Shqipëria rënditet në këtë listë tregon se turizmi është kthyer në një nga sektorët më të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Në vitet e fundit Shqipëria ka përjetuar një rritje të fortë të fluksit të turistëve, e cila ka ndikuar drejt për drejt në ekonomi. Sektori i turizmit përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh nga akomodimi dhe transporti deri tek shërbimet e argëtimit, tregtia dhe aktivitetet kulturore. Kjo do thotë se ndikimi i turizmit në ekonomi nuk kufizohet vetëm te hotelet dhe restorantet, por po përhapet në shumë sektorë të tjerë të aktivitetit ekonomik. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se sektori që përfshin tregtinë, transportin, akomodimin dhe shërbimin ushqimor përbën rreth 19% të prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë në vitin 2024. Kjo shifër është disi më ulët se vlerësimi i publikuar në analizën ndërkombëtare, sepse statistikat kombëtare matin ekonominë sipas sektorëve të veçantë ekonomik, ndërsa vlerësimet ndërkombëtare përfshin ndikimin më të gjerë të shpenzimeve të turistëve në ekonomi, pra llogarisin gjithë zinxhirin ekonomik që krijojnë turistët. Megjithatë, rritja e shpejtë e turizmit sjell dhe pasojë ekonomike për banorët lokal. Rritja e kërkesës për akomodim turistik shpesh shoqërohet me rritjen e çmimeve të qirave dhe pronave, pasi shumë banesa kalojnë në tregun e qirave afatshkurtra për turistët. Në zona turistike, kjo mund ta bëjë më të vështirë për vendasit gjetjen e banesave me çmime të përballueshme. Në disa raste rriten edhe çmimet e shërbimeve dhe produkteve, pasi bizneset orientohen gjithmonë më shumë drejt konsumatorëve turistik,
me fuqi më të lartë blerëse. Rënditja e Shqipërisë ndër ekonomitë më të varura nga turizmi tregojnë rëndësinë që ka ky sektor në zhvillimin ekonomik të vendit, por një varësi e lartë nga turizmi e bën ekonominë më të ndjeshme ndaj krizave ndërkombëtare, ndryshimeve në kërkesën për udhëtime apo zhvillimeve gjeopolitike. Një projekt të bashkëkohor dhe një hallkë e re të sistemit elektroenergjetik shqiptar, fjala është për zhvillimin e kapaciteteve të ruajtjes së energjisë elektrike, ndërkohë që KESH synon që të krijojë një depozit ruajtje të energjisë për rreth 300 megawatorë. Korporata elektroenergjitike shqiptare po synon të diversifikojë portofolin përmes zhvillimit të kapaciteteve të ruajtjes së energjisë elektrike. Projekti përfshin një kapacitet ruajtje për rreth 300 megawatt, një shifër e konfirmuar nga kryeministri Edi Rama pak ditë më parë. Depozitimi i energjisë konsiderohet si thelbësor për një sistem energjetik modern, të qëndrueshëm dhe efikas. Kjo për disa arsye, duke nisur nga balancimi i prodhimit dhe konsumit deri te ulja e kostove. Më konkretisht, duke qenë se energjia elektrike prodhohet në kohë reale, por kërkesa dhe prodhimi nuk janë gjithmonë të sinkronizuara. Depozitimi mundson ruajtjen e energjisë kur ka tepric dhe përdorimin e saj kur ka mungesë ose kërkesë të lartë. Po ashtu duke ruajtur energji kur ajo është më e lirë, siç mund të jetë gjatë natës, dhe duke e përdorur kur çmimi është i lartë, konsumatorët dhe operatorët mund të ulin ndjeshëm kostot e energjisë. Ndërkaq në drejtim të asistencës për investime në këto lloj projektesh të pazhvilluar më herët në vendin tonë, KESH ka nënshkruar një marrëveshje partneriteti me Electricité de France dhe Agjencinë franceze për zhvillim. Nëpërmjet një mbështetje prej 400.000 eurosh, AFD mbështet një partneritet teknik midis kompanisë franceze dhe KESH-it për transferimin e ekspertizës franceze me qëllim asistimin e korporatës në vlerësimin dhe integrimin e zgjidhjeve për ruajtjen e energjisë. Edhe ndryshimet e propozuara në ligjin për sektorin e energjisë njohin dhe rregullojnë për herë të parë konceptin e depozitimit të energjisë si një element i ri në sistemin elektroenergjetik të vendit. Shtimi i numrit të licencave në tregun e energjisë do të thotë edhe më shumë para për enti regulator të energjisë. Këtë vit institucioni mbikëqyrës dhe regulatori i këtij tregu synon që të mbledh 405.6 milion lekë nga 419 kompani që janë të licencuara. Enti regulatori i energjisë parashikon rritje të ardhurave nga pagesat rregullatore të kompanive që operojnë në tregun e energjisë. Në total, ky dikaster synon të mbledh rreth 405.6 milion lekë për vitin 2025 nga subjektet e licencuar në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit natyror, ndërkohë që në raport me një vit më parë janë gati 13 milion lekë të ardhura më shumë. Kjo rritje mund të vijë për disa arsye. Një prej tyre është rritja e numrit të kompanive të licencuara në sektorin energjetik, pasi deri në dhjetor të 2025-s figuronin 419 subjekte, apo 27 subjekte më shumë se një vit më parë. Po ashtu, rritja e vlerës së pagesave rregullatore mund të vijë si pasojë e rritjes së të ardhurave të kompanive për gjatë vitit që shkoi. Kjo pasi llogaritja e pagesave rregullatore për secilin të licencuar është bërë mbi bazën e peshës specifike të të ardhurave nga aktiviteti licencuar për vitin 2025 në raport me totalin e të ardhurave të sektorit. Tarifat për secilin subjekt janë përcaktuar përmes një vendimi të miratuar pak ditë më parë nga enti rregullator. Ndërkaq ky është viti i 7, ku aplikohen pagesa rregullatore fikse prej 100.000 lekësh për shoqëritë licencuara në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike, furnizimit dhe tregtimit të energjisë elektrike dhe gazit natyror, që në vitin paraardhës nuk kanë pasur aktivitet. Hyrja e qytetit të Shkodrës është në transformim të plot, rruga ekzistuese po zgjerohet duke u dyfishuar korsit fal një investimi të qeverisë shqiptare prej 8.4 milion eurosh. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se punimet në Baçallëk, një nga nyjet kryesore të hyrjes së qytetit të Shkodrës, po vijojnë, teksa e ka konsideruar një ndërhyrje që synon përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e sigurisë për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët. Projekti lidhet me ndërtimin e rrugës së re në segmentin kthesa e Bërdicës ura e Baçallëkut. Ndërhyrja parashikon zgjerimin e rrugës ekzistuese në një aks rreth 1.6 kilometra, si dhe dublimin e urës së Baçallëkut me një urë të re paralele rreth 180 metra. Projekti përfshin 2 korsi kalimi në secilin drejtim, ndarje të gjelbëruar në mes të aksit, trotuare dhe ndriçim rrugor, duke përshtatur zonën me elemente urbane, pasi kjo hyrje e qytetit është edhe zonë e banuar. Sipas projektit, ura e re do të shërbejë për trafikun që lëviz në drejtim të Tiranës, ndërsa ura ekzistuese do të përdoret për automjetet që hyjnë drejt Shkodrës. Projekti ka një vlerë prej 8.4 milion euro pa të vsh.
Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Banka Botërore, Shqipëria ka rreth 4.400 m2 për person tokë bujqësore. Në krahasim me vendet e Ballkanit Perëndimor, vendi ynë renditet në mes të rajonit për tokë bujqësore për frym, menjëherë pas Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Shqipëria ka rreth 1.04 milion hektar tokë bujqësore sipas dhënave ndërkombëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi FAO, të përmbledhura nga Banka Botërore. Kjo sipërfaqe përkthehet në rreth 10.440 km2 ose 4.033 milje katror tokë që klasifikohet si bujqësore. Në statistikat e FAO, termi tokë bujqësore ka një kuptim më të gjerë se ai që përdoret shpesh në statistikat tona kombëtare, përveç tokës së punueshme dhe kulturave të përhershme si pemtaria dhe vreshtaria. Në këtë kategori përfshihen edhe kullotat dhe livadët që përdoren për blegtori. Për këtë arsye, sipërfaqja totale e tokës bujqësore sipas statistikave ndërkombëtare rezulton më e madhe se shifrat që zakonisht përmenden në statistikat vendase. Kur sipërfaqja e tokës bujqësore në Shqipëri krahasohet me popullsinë për rreth 2.36 milion banorësh, rezulton se vendi ka afërsisht 0.44 hektar tokë bujqësore për banor, ose rreth 4.400 m2 për person. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sipërfaqja e tokës bujqësore për frym ndryshon ndjeshëm nga një vend në tjetrin. Sipas llogaritjeve të bazuara në sipërfaqen e tokës bujqësore dhe popullsinë, Maqedonia e Veriut rezulton të ketë rreth 0.69 hektar tokë bujqësore për banor, ndërsa Serbia rreth 0.51 hektar për person. Shqipëria renditet në një nivel të ndërmjetëm e ndjekur nga Mali Zi me rreth 0.41 hektar për person, ndërsa Bosnia-Hercegovina ka rreth 0.35 hektar tokë bujqësore për frym. Në renditje kryeson Australia me diferencë të madhe pasi ka sipërfaqe shumë të gjerë kullotash dhe vetëm rreth 26 milion banor. Pastaj renditen vende si Rusia, Brazili dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat gjithashtu kanë territore të mëdha bujqësore në raport me popullsinë. Në të kundërt, edhe pse Kina kryeson botën për sipërfaqe totale të tokës bujqësore, kur kjo sipërfaqe ndahet me mbi 1.4 miliard banor, toka bujqësore për frym rezulton dukshëm më ulët. Flotës automjeteve në rrugët e vendit janë paksuar 1.761 njësi që regjistrimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor pritet që të kenë ndikim për mbrojtjen e mjedisit, por edhe për ruajtjen e sigurisë rrugore. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2026 është rritur numri i automjeteve të vjetra që janë çregjistruar nga qarkullimi. Sipas të dhënave zyrtare, në këtë periudhë janë çregjistruar gjithsej 1.761 mjete me moshë mesatare për 22 vitesh, ndërsa është shënuar një rritje prej 32.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Regjistrimi i mjeteve të amortizuara është një hap i rëndësishëm jo vetëm për mbrojtjen e mjedisit, por edhe për rritjen e sigurisë në rrugë. Automjetet e vjetra shpesh kanë standarde më të ulta sigurie dhe ndikojnë më shumë në ndotjen e ajrit, ndaj largimi i tyre nga qarkullimi ndihmon në përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe në uljen e rrezikut të aksidenteve. Ndërkohë, kontrolli teknik i automjeteve mbetet një nga elementet më të rëndësishëm për sigurinë në rrugë. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë 2 muajve të parë të vitit janar-shkurt 2026, një numër i konsiderueshëm prej 16.301 nuk kanë arritur të kalojnë kontrollin teknik. Për shkak të problemeve që lidhen me sistemin e shkarkimit të gazrave, mangësi vizuale dhe funksionale, sistemi i drejtimit dhe amortizimit, si dhe problemeve që lidhen me sistemin e frenimit. Nga ana tjetër, individët kanë mundësinë të kryejnë procedurat përmes platformës e-Albania, ku mund të rezervojnë online takimin për shërbimin e nevojshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u bën thirrje drejtuesve të automjeteve që të kontrollojnë rregullisht dokumentacionin dhe gjendjen teknike të mjetit që posedojnë, në mënyrë që automjeti të jetë gjithmonë i sigurt dhe gati për qarkullim në rrugë. Tregu i punës është sfida më e madhe për të ardhmen e të rinjve edhe në vendin tonë. Gjenerata Z po përballet me sfida të ngjashme që kanë edhe të rinjtë e rajonit, ku futet punësimi, pavarësia financiare, por edhe arsimimi. Punësimi, ekonomia dhe arsimi janë 3 shqetësimet kryesore për brezin e ri në Shqipëri. Sipas raportit, Gjenerata Z në Ballkanin Perëndimor, të rinjt shqiptar e shohin tregun e punës si sfidën më të madhe për të ardhmen e tyre. Rreth 43% e tyre thonë se shqetësimi kryesor është gjetja e një pune, ndërsa 41% rendisin situatën ekonomike dhe 36% arsimimin.
Raporti, i cili analizon mbi 6.000 të rinj në 6 vende të Ballkanit Perëndimor, tregon gjithashtu se pavarësia financiare mbetet një objektiv i vështirë për t'u arritur. Shumica e të rinjve në rajon nuk jetojnë të pavarur. 65.5% e tyre jetojnë me prindrit ose familjarë të tjerë, ndërsa vetëm një pjesë e vogël marrin shtëpi me qira ose kanë një apartament të tyre. Kjo lidhet drejt për drejt me realitetin ekonomik që përjetojnë. Pjesa më e madhe të rinjve deklarojnë se kanë mjaftueshëm të ardhura për nevojat bazë, por jo për shpenzime të mëdha. 34.9% e të rinjve kanë para për ushqim dhe veshje, por jo për blerje të shtrenjta, ndërsa vetëm rreth 1/5 e të rinjve thonë se mund të përballojnë çdo gjë që u nevojitet. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive ekonomike, shumica e të rinjve mbeten optimist për jetën dhe të ardhmen. Një jetë e mirë, sipas tyre, nënkupton një punë të mirë, stabilitet financiar dhe marrëdhënie të forta familjare. Çështja e punësimit paraqitet si një paradoks i tregut në rajon, ndërkohë që ka vende pune dhe në disa sektore dhe mungesë fuqie punëtore. Shumë të rinj mbeten të papunë ose nuk ndihen të përgatitur për tregun e punës për shkak të një sistemi arsimor që nuk i pajis me aftësitë të nevojshme. Për më tepër, të rinjt perceptojnë se mundësitë e mira të punësimit shpesh ndikohen nga korrupsioni, lidhjet politike dhe mungesa e meritokracisë, ndërsa shumë nga punët që ofrohen nuk sigurojnë paga apo perspektivë reale për përmirësim ekonomik. Megjithatë, për një pjesë të madhe, rruga drejt stabilitetit mund të kalojë edhe përmes emigracionit. Raporti tregon se 38.9% e të rinjve në rajon kanë menduar të largohen jashtë vendit për punë, ndërsa 27% për studime. Megjithatë, shumica shprehen se do të preferonin të ndërtonin jetën në vendin e tyre, nëse kushtet ekonomike do të përmirësoheshin. Punësimi me kohë të pjesshme ka shënuar një rënje për gjatë gjithë vitit 2025, duke zbritur nga 13.1% në fillim të vitit në 8.2% në fund të vitit. Kjo formë punësimi mbetet me përhapur tek të rinj dhe gratë, ndërsa tek burrat dhe grup mosha 25-54 vjeç paraqitet në nivele më të ulta. Punësimi me kohë të pjesshme është një nga format të punësimit që ka marrë gjithnjë më shumë rëndësi në vitet e fundit, duke u parë shpesh si një alternativë fleksibël për individët që nuk mund të angazhohen me orar të plotë. Megjithatë, të dhënat për vitin 2025 tregojnë se pesha e këtij lloji punësimi ka ardhur në rënje gjatë vitit, veçanërisht në muajt e fundit. Sipas të dhënave nga Instat për popullsinë në moshën aktive të punës në fillim të vitit 2025, kishte 13.1% të punësuar me kohë të pjesshme ndaj të punësuarve me pak gjithsej. Gjatë tremujorit të dytë u vure një ulje e lehtë, ku kjo përqindje zbriti në 12.6%. Rënja vijoi edhe në tremujorin e tretë, ku punësimi me kohë të pjesshme arriti në 11.8%, ndërsa tendenca zbritëse u bë edhe më e dukshme në fund të vitit, kur ky tregues randjeshëm në 8.2% duke shënuar nivelin më të ulët gjatë gjithë vitit. Të dhënat tregojnë gjithashtu dallime të dukshme gjinore në këtë formë punësimi. Burrat rezultojnë me një përqindje më të ulët të punësimit me kohë të pjesshme, ndërsa për gratë ky fenomen është më i përhapur. Gjatë vitit 2025 për meshkujt niveli më i lartë u regjistrua në fillimin e vitit, me 9.5%, ndërsa në fund të vitit kjo përqindje ra në 5.9%. Edhe te gratë u vure i njëjti trend rënës, por me nivele dukshëm më të larta, nga 17.2% në fillim të vitit në 10.9% në fund të tij. Nëse analizohen grup moshat, rezulton se të rinjt 15 deri në 24 vjeç kanë përqindjen më të lartë të punësimit me kohë të pjesshme. Kjo lidhet kryesisht me faktin se shumë prej tyre janë ende në proces studimi dhe zgjedhin ose detyrohen të punojnë me orar të reduktuar. Një nivel relativisht i lartë i kësaj forme punësimi vjet re edhe të grup mosha 55 deri në 64 vjeç, e cila renditet e dyta për nga përqindja e punësimit me kohë të pjesshme. Ndërkohë, grup mosha 25 deri në 54 vjeç paraqitet me përqindjen më të ulët, pasi shumica e individëve në këtë kategori janë të angazhuar në punë me kohë të plotë dhe në fazën më aktive të karrierës së tyre. Në tërësi, të dhënat tregojnë se pavarësisht fleksibilitetit që ofron, punësimi me kohë të pjesshme ka shënuar rënje gjatë vitit 2025, duke reflektuar ndryshimet në tregun e punës dhe mundësitë më të mëdha për punësimin me orar të plotë. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, rregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.